Kryedemokrati Sali Berisha thërret protestë kombëtare pas mbylljes së platformës TikTok. Ish kryeministri kundërshtoi vendimin e mbylljes së platformës për 12 muaj. Sipas Berishës, sot në kulmin e fushatës elektorale, me këtë akt censure të mbi 1 milion përdoruesve të TikTokut në Shqipëri, Edi Rama rreshton Shqipërinë me Afganistanin dhe Iranin. Edi Rama përsëriti sot, firmosi sot, mbylljen e TikTokut, ekzekutimin e TikTokut në Shqipëri një lloj. Si baba i tij biologjik Kristaq Rama firmosi varjen militar të Havzinels 37 vite më parë në 10 gusht të vitit 1998. Protesta e fuqishme e trive shqiptar në të 4 anë të mblidhen këtu. Ndërkohë, përgjigje tjera do të projektohen ndaj këtij akti dënimit kapital të një platforme të mrekullueshme të komunikimit. Një tiran që qeveris vendin sikur është Afganistani apo Teherani, vetëm për shkak të kritikave të rrëbeshit, kritikave që ka patur nga të rritë merr një akt të tillë. Rikujtoi këtu, thot Berisha, se zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, në fjalën e tij në Munich, konsideroi mbylljen e mediave sociale si një aventurë shumë të rrezikshme për shoqëritë e lira, fjalën e lirë dhe mendimin e lirë. Në datën 15 mars, protesta përgjithshme kombëtare në sheshin Skënderbej para kryeministrisë, një protestë në të cilën kërkohet anulimi i menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut.